Drejtoria e standardeve profesionale në Policinë e Shtetit ka marrë masë disiplinore ndaj disa ish-drejtuesve të Policisë së Lezhës pas konstatimit të shkeljeve gjatë ushtrimit të detyrës. Sipas të dhënave zyrtare janë përjashtuar nga rrallët e Policisë së Shtetit, ish-zëvendës drejtori për rendin në Policinë e Lezhës, i transferuar më vonë në Shkodër Taulan Xhoka, si dhe ish-shefi i komisariatit Oltjon Bistri. Ndërkohë për ish-drejtorin e Policisë së Lezhës, Altin Mena, i cili aktualisht mban detyrën e zëvendës drejtorit për rendin në Policinë e Kukësit, është vendosur masë disiplinore, ulje në grad për një periudhë 5 vjeçare. Po ashtu për zëvendës drejtorin për krimet Kujtim Xhoka, është vendosur shtyrja e afatit të gradimit. Sipas arsyetimit të Drejtorisë së Standardeve Profesionale gjatë periudhës së drejtimit të Policisë së Lezhës nga këta drejtues, në qendër të qytetit funksiononte prej kohësh një kazino 3-katëshe me mbi 20 makineta dhe sallë pokeri, ku gjatë ndërhyrjes u sekuestruan edhe lëndë narkotike dyshuar si kokainë. Po ashtu një magazin e përshtatur për kultivimin e kanabisit funksiononte që prej muajit gusht të vitit që lan pas në rrugën nacionale Lezhë Milot, ku gjatë operacionit u sekuestruan mbi 1000 bim kanabis. Burime nga Drejtoria e Standardeve bëjnë me dije se pritet që edhe Agjencia Mbikëqyrjes Policore të nisë hetim ndaj ish-drejtuesve të Policisë së Lezhës. Zbulimi dhe goditja e grupit që kultivonte kanabisin në magazin u realizua vetëm pak ditë pas marrjes së detyrës si drejtor të Policisë së Lezhës nga Islor Islami, ndërsa më herët ishte zbuluar edhe kazinoja që operonte në qendër të Lezhës.